Ta keni parë me kujdes, Partia Demokratike ka një problem shumë të madh me konfundimin e termave dhe të përcaktimeve. Për shembull, nëse mbani mend para një viti e gjys që folën për mosbindjen civile. Dhe unë dhe ke ju e kam thënë, po dhe në vende të tjera, mosbindja civile ka disa kanone, të cilat ti duhet i zbatosh dhe realisht të tregosh se je në mosbindje civile. Dhe ajo që bëri Partia Demokratike ishte thjesht protesta më të mëdha se sa protestat e tanishme, por nuk ishte mosbindje civile. Jeta vazhdonte, administrata vazhdon punën njësoj, madje shumë njerëz Partisë Demokratike tashi, nuk jam në gjendje ta them shifrën sepse askush nuk e thot, Partia Demokratike nuk e thot nga sikleti sepse janë njerëzit e saj, Partia Socialiste nuk e thot sepse nuk do të dekurajoj pjesën e majt, e cila tashmë është jashtëzakonisht e pakënaqur, dhe është në atë pjesën e mëdyshimit, domethënë që ja vlen më që të mbështesin këtë lloj force politike apo jo. A ka në fakt shqiptarët alternativa të tjera? Jo, patjetër që nuk ka, dhe kjo është një problem shumë i madh. E vetmja gjë që na ka mbetur tash, sidomos pjesa mediatike dhe pjesa e shoqërisë civile, është që t'i japim zë ligjit të referendumave, të kemi shpresë që Partia Demokratike dhe partitë e tjera ta mbështesin këtë, megjithëse ajo për fatin e keq të tyre u injicua nga socialistët dhe çdo gjë që injicohet nga socialistët hidhet poshtë nga demokratët.